Nektari Gjumas. Prezanton Fondacioni Kur'anit. Gjumaja, dita më e bukur e javës. Gjumaja, simboli i unitetit të muslimanëve. Gjumaja, koha e të shkuarit më pranë Allahut. Gjumaja, lulishte me lule të shumta e të ndryshme, me të cilat zbukurohet shpirti. Eja një çdo të gjuma të shëtisim me kopshtin e mbushur me dije dhe të mbledhim bashkë nektarin e luleve të saj e të kënaqemi me to. Çdo ditë të gjuma jemi me ju nëpërmjet emisionit Nektari Gjumas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammad, wa ala ahlihi tayyibin at-tahirin, wa sahbihi al-muntajabin, wa ala jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet me të sinqerta janë vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit e profetët e Allahut xhaleshanhu. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit të Allahut qofshin mbi ju. Njeriu është krijuar me nevoja të shumta fizike, emocionale dhe ato shpirtërore. Në mesin e sfidave të jetës, njeriu përballet me shqetësime, me frikë, pasiguri, humbje dhe sprova që ndikojnë drejt për drejti në gjendjen e tij mendore. Në kohën bashkëkohore, pavarësisht zhvillimit të shumë të teknologjisë dhe përmirësimit të kushteve të jetesës nga ana materiale e shumë të tjera, por vërejmë që ankthi, depresioni dhe stresi janë bërë ndër problemet më të përhapura edhe pse ne kemi zhvillime të mëdha teknologjike. Kjo tregon se qetësia e zemrës nuk mund të arrihet përmes komoditetit material, por kërkon një burim më të thellë dhe më të qëndrueshëm dhe më hyjnor. Islami e sheh qetësinë e mendjes si një begati që buron nga lidhja e fortë me Allahun. Kurani familjar nuk kufizohet vetëm në dhënien e ligjeve dhe dispozitave, por është udhëzues për zemrën, mendjen dhe shpirtin njerëzor. Ai mëson besimtarit se paqja e brendshme nuk varet nga mungesa e sprovave, por nga mënyra se si ai e ndërton marrëdhënien me krijuesin e tij. Sa më e fortë të jetë kjo lidhje, aq më e madhe bëhet aftësia për të përballur vështirësitë me durim, shpresë dhe besim. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ishte modeli më i përsosur i qetësisë, i durimit, i mirësisë dhe i mbështetjes tek Zotinja dhe i vetëm. Jeta e këtij të dërguari ishte e mbushur me sprova, por ai nuk e humbi kurrë besimin e tij, nuk humbi kurrë shpresën dhe qetësinë shpirtërore e mbajti deri në frymën e fundit të tij. Përmes mësimeve dhe shembullit të tij hyjnor, ai udhëzoi besimtarët drejt një jete të ekuilibruar, ku zemra gjen paqen në përmendjen e Allahut dhe mendja çlirohet nga shqetësimet e panevojshme. Të nderuar dëgjues dhe shikues, do ju ftoj të ndiqni së bashku për ditën e sotme dy sure të përzgjedhura, surën Duha dhe surën Asr. Me emrin e Allahut, të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit. Betohem në shkëlqimin e paradites dhe në natën kur terret të qetësohet, se Zoti yt nuk të ka braktisur e as nuk të uren në Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Natyrisht, jeta e ardhshme për ty është më mirë se kjo jetë, e sigurisht që Zoti yt do të jap ty sa të jesh i kënaqur. A nuk ishe jetime ai të dhas tre? A nuk të gjeti të paditur për Islamin e të udhëzoi?
A nuk ishe nevojtare të bëri të mos ja kish nevojën askujt? Prandaj, mos e shtyp jetimin, lypsin mos e largo me ashpërsi dhe shpalli mirësitë e Zotit tënd. Me emrin e Allahut, të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit. Për kohën, me të vërtet, njeriu është në humbje, përveç atyre që besojnë dhe bëjmë vepra të mira, i këshillojnë njëri tjetrit të vërtetën e i këshillojnë njëri tjetrit durimin. Të dashur vëllezër dhe motra, në programin e ditës së sotme të lektarit të xumas, do flasim rreth temës qetësia e mendjes në dritën e Kuranit dhe në hadithet e profetit Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij. Qetësia e mendjes është një nga begatitë më të mëdha që Allahu i madhëruar i ka dhuruar njerëzit. Ajo nuk është thjesht mungesa e shqetësimeve apo e problemeve, por është një gjendje e thellë sigurie, prehjeje dhe besimi që buron nga lidhja e fortë me krijuesin. Njeriu është krijuar me një natyrë që kërkon paqe, që kërkon siguri dhe lumturi, por shpesh ai kërkon këto në vende të gabuara, duke menduar se pasuria, fama dhe pushteti, apo dhe kënaqësitë materiale mund ta mbushin boshllokun e tij në zemër. Megjithatë, historia dhe përvoja njerëzore tregojnë se shumë njerëz që kanë arritur suksesin material vazhdojnë të jetojnë me ankth, stres dhe pasiguri. Kjo ndodh sepse zemra e njeriut është krijuar për të njohur Zotin e saj, për të njohur Allahun dhe nuk gjen qetësi të plotë derisa të lidhet me krijuesin, me Allahun e plotfuqishëm. Pikërisht për këtë arsye, Kurani famëlart e paraqet besimin si ilaçin më të madh për shqetësimet shpirtërore dhe ato mendore. Allahu i madhëruar na jep një nga premtimet më të bukura në Kuran, teksa thot: Bismillahirrahmanirrahim. Ata që besojnë dhe zemrat e tyre qetësohen me përmendjen e Allahut. Vërtet, me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. Ajeti 28 i surës Ra'd. Ky ajet përmbledh një realitet të madh shpirtëror. Zemra nuk qetësohet me atë që është e përkohshme, por me atë që është i përjetshëm e i pavdekshëm, Allahu i plotfuqishëm. Sa herë që besimtari përmend Allahun, lexon Kur'an, fal namazin ose kujton Allahun me sinqeritet, zemra dhe mendja e tij çlirohen nga pesha e shqetësimeve dhe të dyja këto mbushen me shpresë. Përmendja e Allahut nuk është vetëm një veprim i gjuhës, por një gjendje e vazhdueshme e zemrës, e cila e bën njeriu të ndihet i mbrojtur, i udhëzuar dhe i sigurt gjithmonë, edhe kur përballet me provat më të rënda dhe më të vështira të jetës. Kurani nuk na premton një jetë pa vështirësi, pas prova, por premton se besimtari nuk do të mbetet vetëm përballë të këtyre provave dhe mundimeve. Allahu i madhëruar thot në surën Bekare, në ajetin 155, Bismillahirrahmanirrahim. Ne do t'ju sprovojmë me diçka nga frika, uria, paksimi i pasurisë, jetëve dhe fryteve. Përgëzoi durimtarët. Këto fjalë na mësojnë se sprovat janë pjesë e pandashme e jetës sonë dhe nuk janë shenjë zemërimi të Allahut ndaj robit të tij. Përkundrazi, ato janë një mundësi për pastrim, edukim dhe ngritje shpirtërore. Me njëherë pas ajetin 155, Allahu na thot në ajetin 156 të surës Bekare dhe përshkruan këtu gjendjen e besimtarëve të sinqert, duke thënë: ata që kur i godet ndonjë fatkeqësi thon, ne jemi të Allahut dhe tek ai do të kthehemi. Kjo vetëdije e tregon dhe i përket një besimtari i cili beson në forcën e Zotit të gjithësisë, në atë njeri i cili e ka lënë çështjen e tij në dorë të Allahut dhe din se më e mira vjen nga Allahu dhe se këto kohë të vështira do të kalojnë një ditë inshallah. Në shumë raste, ankthi kthehet dhe lind nga frika për të ardhmen ose nga dëshpërimi për atë që ka kaluar. Islami e mëson besimtarin të jetojë me besim tek Allahu, duke bërë përpjekjen e tij dhe duke ia lënë rezultatin krijuesit të gjithësisë. Allahu i madhëruar thot në surën Talaq, në ajetin e 3 se kush mbështetet tek Allahu, ai i mjafton atij, pra Allahu i mjafton atij për robit. Ky është një prej parimeve më të mëdha të qetësisë mendore. Kur njeriu e kupton
se Allahu është Zoti i çdo gjëje, se asnjë e mirë dhe asnjë e keqe nuk ndodh pa lejen e Tij, atëherë zemra nuk mbi ngarkohet nga frika dhe pasiguria. Ajo vazhdon të punojë, të përpiqet dhe të planifikojë, por pa u robëruar nga ankthi për rezultatin më pas. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, e ka shpjeguar këtë të vërtetë me fjalët, kur thotë: po të mbështeteshit tek Allahu ashtu siç duhet, ai do t'ju furnizonte ashtu siç furnizon zogjt, dalin në mëngjes të uritur dhe kthehen në mbrëmje të ngopur. Dhe ky hadith tregon se mbështetja tek Allahu ose tevekkuli nuk do të thotë të heqësh dorë nga përpjekja, por të bashkëpunosh dhe të bashkosh punën me besimin e plot tek Zoti i një dhe i vetëm. Një tjetër burim i madh i qetësisë së mendjes është vetë Kurani, fjala e Zotit. Allahu i madhëruar thotë: ne shpallim nga Kurani atë që është shërim dhe mëshirë për besimtarët. Ajeti 82 i surës Isra. Pra, Kurani, të dashur vëllezër dhe motra, është shërim për plagat, për zemrën nga të gjitha dyshimet, për mendjen nga ankthi dhe për shpirtin nga bushllëku i kësaj bote. Kurani kujton njeriu që jeta e kësaj bote është e përkohshme, ndërsa jeta e përtejme është ajo e amshuar. Ky këndvështrim e ndihmon besimtarin të mos e shoh humbjen si fundi i jetës së tij, por të jetë si një etapë e përkohshme në rrugëtimin ndaj Allahut. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ishte shembulli më i përsosur i qetësisë dhe i qëndrueshmërisë në këtë rrugë. Ai humbi prindërit e tij që në vëgjeli, humbi bashkëshortin e tij besnik Hatixhen dhe xhaxhain e tij mbrojtës Ebu Talibin dhe u përndoq nga grupet ignorante të asaj kohe, u dëbua nga vendlindja e tij dhe përjetoi betejë të shumta, por asnjëherë nuk e humbi besimin tek Allahu, Zoti i një dhe i vetëm. Edhe në momentet më të vështira të tij, ai drejtohej namazit dhe lutjes. Për këtë arsye, po ta vëmë re në shumë hadithe të profetit ose në literaturën islame, ai vazhdonte çdo herë dhe i thonte Bilalit: o Bilal, na jep qetësi me namaz. Për profetin Muhammed, të nderuar dëgjues dhe shikues, namazi nuk ishte vetëm një detyrim fetar i zbritur për të nga Allahu i madhëruar, por ishte çasti kur zemra e tij gjente qetësinë që kërkonte gjatë gjithë kohës. Ishte ai momenti i prehjes më të madhe pranë Zotit të gjithësisë. Kurani gjithashtu e mëson besimtarin të mos bjerë kursesi në dëshpërim. Allahu i madhëruar thotë: vërtet, pas vështirësisë vjen lehtësimi. Padyshim, pas vështirësisë vjen lehtësimi. Ajeti 56 i surës Sharh. Përsëritja e këtij premtimi nuk është rastësor, por është një premtim hyjnor i ardhur nga Allahu xhaleshanhu, dhe ky premtim synon të ngulitet në zemrën e besimtarit se asnjë vështirësi nuk është e përkohshme dhe se Allahu i krijon një rrugë dalje besimtarit dhe njeriu i cili beson dhe mbështetet tek fjala e Zotit një dhe të vetëm. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë se e mrekullueshme është çështja e besimtarit. Çdo gjendje e tij është mirësi. Nëse e godet një e mirë, falenderon dhe kjo është e mirë për ta. Dhe nëse e godet një sprov, duron dhe kjo është e mirë për ta. Dhe ky hadith i mëson besimtarit të mos jetë rob i rrethanave, por të ndërtojë lumturinë e tij mbi besimin tek Allahu i plotfuqishëm. Kështu pra, edhe sprova bëhet shkak shpërblimi, ndërsa begatia bëhet shkak falënderimi ndaj Allahut. Të dashur vëllezër dhe motra, mund të thuhet se qetësia e mendjes në fenë e pastër islame nuk është një gjendje që arrihet vetëm përmes rahatisë materiale siç e tham, por është fryt i një zemre që jeton me Allahun në ta. Kur njeriu e mbush zemrën me besim, me iman dhe e ndriçon mendjen e tij me Kur'an, e forcon shpirtin e tij me namaz dhe e zbukuron jetën me durim dhe mbështetet tek fjala e Allahut xhaleshanhu, ky njeri fiton një qetësi që nuk mund të blihet me pasuri dhe nuk mund të shkatrohet nga sprovat e jetës. Kjo është qetësia për të cilën flet Kurani. Kjo është qetësia që përjetoi profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij. Dhe kjo është qetësia drejt së cilës duhet të synojë çdo besimtar musliman. Në një botë të mbushur me shqetësime,
me pasiguri dhe sprova të shumta, kthimi tek Allahu do të jetë rruga jonë dhe rruga më e sigurt për të siguruar për veten tonë së pari dhe për mendjen tonë dhe zemrën tonë paqen e vërtet dhe për të arritur atë mirësinë dhe qetësinë e mendjes dhe të shpirtit e të zemrës, inshallah. Allahu ju dhënë më të mirat në këtë botë dhe na dhënë xhenetin në botën tjetër, na mbarsoft në çdo hap të jetës sonë dhe na bëft për atyre të cilat themi, dëgjuam dhe u bindëm, o Allah, o Zot i botëve. Në këto momente të dashur vëllezër dhe motra, duke ju lënë në mbrojtje dhe ndihmën e Allahu xhel shanhu, ju përshëndes së përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju. أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. O ju që besuat, kur bëhet thirrja për namaz, ditën e xumas, esni shpejt për aty ku përmendet Allahu, dëgjojini hutbën, falni namazin, e lini shitblerjen. Kjo është shumë më e dobishme për ju nëse jeni që e dini. أشهد أن